Këthen gjykata kushtetuese, e këthen me një mundësi, shembull, ja jep një mundësi që ta bëjnë një marrëveshje. A e shek gatishmërinë e partive politike që ta bëjnë? A mund të ndodhë një gjë e tillë, shembull, thot ta thret Albin Kurti Lumi Rabdi Gjikun. Thot aki kandidat për president, hajde bëjmë një marrëveshje. Ose thirr Bedri Hamzën. Kushtojmë që aty është krejt problemi, edhe ky 51%. A mund të ndodhë kjo? Kjo, faktikisht gjykata kushtetuese që shposhihet, kjo 60 ditë që ka me lanë me kalu, mas 31 marsit, ka me kalu kjo periudhe kohore për 60 ditëve. Ose do të shkojmë zgjedhje, ose për këtë kohë do ta zgjedhin edhe presidentin, për arsye se këto janë afatet ligjore që këta duhet me i respektu. Po duket që ka shumë pak interesim politika nuk po dënë më marrë vesh. Po nuk është politika tani se gjithë po dojnë me shku zgjedhje apo si? Jo, gjithë nuk po dojnë. Është fakt i gjallë që partitë të cilat janë opozitare nuk po dojnë. Këtu po du më u lidhe edhe me muhabetin që e tha më herët 51%. Një farë bindje tani kohëve të fundit pranvera me ty e kam, kështu publike të pak të nderim këto ditë nuk dua të generalizoj, por është sikur pjesa opozitare kanë dëshirë më shumë të shkojnë në zgjedhje, vetëvendosja thotë jo me shku në zgjedhje. Po i vetëvendosja po e përgatit rastin që mos umit me ik zgjedhjeve. Vetëvendosja me 51% kushtrim me pas veç pak zvullnet. Krejt po ja pranojmë, e je kryeministër, të takon, i ki 51%, urdhëno zotni puna. Për këto, zoti muja vetëm po du me ju thonë që ajnë që se veç pak ka me pas vullnet, ai ka me eftu, një partia, dy parti, ka me zgjedh një prezident, se mirë thatë ma heret, Kosova ka gra e burra shumë zëtë që mundet me zgjedh. Edhe unë jam dakord me juve. Zoja Asmani ka kry mandatin e vetë, nuk është obligim i zotit Kurti edhe një herë me bo, se këtu për një medhe ju ka hinë qef, po ka qef her prezidenta, her kryeministra, kur s'pelshoj ka rikën. Po hajde të shkojmë për para me një a s'ka dhonë alternativë tjetër, a kupton? Absolutisht, tash po du me lutje politika nuk funksionon. Urna? Me lutje, që lusum na gjithë novëtën që tash na këtu lutmi dhe në qëfë, edhe ata nuk na ngojnë. Po politika funksionon me do pari me bazë. Pari me bazë, e ke kry mandatin, ky zot njaj ka 51%, s'po dënë me të mandatu, ditën e mirë, jo, ky ka fjallë. Sistemi, kolege. Pjale janë, sistemi janë janë, nëse e votojnë ata dirë. Pas herë shkojnë në vitë. Unë e bile njëna për i kolegëve që i po zgjedhe institut në ku. Shiko zgjedhe, me shnur demokratë. Merakli zgjedhe është Halili, po... Jo se nuk rëndojnë, adin po pojnë në me vetë i kilimili. Po ngani more bura se po juve, po se po bes, po veti shkoj poezit e shpija. Ishte pranvera duke folë, se ata s'ishin duke folë fare. Jo, ishin edhe ata. Ata me vetin është e kam, po se nuk e di aja Merakli zgjedhe, ama e di që pranvera ishte duke. Pranvera, unë i mbroj drejta tua, mos tani. Faleminderit shumë Kushtrim. Po me konë demokraci kundër zgjedhe është budallallëk. Kanë marrë vullnet edhe partit opozitare me shkun zgjedhje, për një arsye të vetme, se ky konfliktin mes Zojës Osmani dhe Zotit Kurti i ka përzi letrat në politik përsëri. Edhe po shohin një lloj shprese që mundën me mujt. Ndoshta jo komplet me sfidu nëse shkojnë individualisht. Për këtë arsye, ndoshta është edhe momentumi më u bë komplet opozita, sido që quhet e djathta qendra, apo sido që janë të gjitha këto partitë opozitare, për me sfidu seriozisht Zotin Kurti. Për momentin, edhe në qofë se shkojnë individualisht, edhe në qofë se Vjosa Osmani, si që po thuhet, por ka me shku me një listë që shërë mësu me ka një 7-8 veta, po hinë hen listë LDK, se herë VV, se po zgjedhen, edhe nuk po është edhe korrekt, pja o shfrytëzojnë këj strukturat e ata po bunë deputet, e njështë që kanë kontribu me vitet tona, po kjo politika, morali politik në Kosovë kam rri në pikën 0. Dhe me thonë, i kena pa shumë bukur 5 vjetë, tashti, për fat keq që thash edhe një herë, kur po prishën tani po dalin gjitha gjanat për sledine, edhe po kritikohen urdhën, pak ke ndjeshme, dhe se edhe kjo do të me përshu pak, se Albin për pak është i thonë. Halilit kështë i thonë Albin? Po, se që autokrat për më duke do të kjo. Ashtë një vendim se marrë në për vendin, kështë që më shutus një. As të duk ty që Albini kreti ka ndorë edhe me zhjithë dhe me kur thu punën?
Po e vërtetë është, për arsye se i ka numrat. Po pra. Unë nuk pe kuptoj veç një, ma shumë se 51 kretë qeverin e ka ndur. Pse me shku për sërin zgjedhje? Bile në rajon është e preferueshme me marë prezidentin prej opozitës. A pe dim pse? Po pedim ma të gjithë këtu. Tendenca që i dhova ma herë tash, hajde e zbërthim. Se ty peqon vendit zgjedhje që 2 vjetë për javë, ju është më thani. Veç më zbërtit, se unë e thamë. Tendenca me kontrolu komplet këtë shtetë. Komplet sistemin, edhe kjo nuk është e shëndosh për demokracinë. Ajo është një enverist i vogël që atu mënu mu rrita, s'ka shansë që të vend me bata. Kanë mu gjetë gjithmonë metoda dhe mënyra ky mos e mujtë me zbatua ta. Unë menaj që zgjedhjet janë pas me bo as me shty një ditë këto probleme, mi shty ma nej, përveç se qëllimin e kontrollit total.